do të synojmë një model të ri të bërit politik. Shpesh herë detyrimisht përfshihesh në debate ku të duhet dhe të japësh argumenta kundër temave që ndoshta nuk të përfshin 100%. Ne, edhe unë personalisht, kam zgjedhur të jem pjesë e politikës së re, pikërisht për faktin sepse nuk doja absolutisht. Cila është politika e re? Mbi gjitha të kesh një politik të përgjeshme, me çdo fjalë që thuhet, pa shpifje, sepse kemi të bëjmë realisht me individ që kanë edhe një karakter përveç studiove televizive dhe politikës. Pra që kanë një histori personale për te asaj politike. Po, dhe shpesher zgjedhjet të caktuara në politik ndikojnë edhe në jetën që kemi jashtë politikës. Kështu që për zgjedhje personale, unë kam zgjedhur të jem pjesë e një partie të re, pikërisht për këtë fakt, duke qenë edhe politika shpesher është parë si pumburrash, të paktën në disa zona përveç Tiranës, në qytetet tjera periferike. Politikë ja kalojnë burrove? Ka, dakord, por mendoj që shpesher pjesëmarrja... Sa e urte e qete maturi e ti, po të futesh në parlament... Jo, base Brunhildën e trëmb ekspozimi në një jetë... Të hana tjere. Nuk më trem fare. Unë normalisht nuk kam 30 vjetë që mere me politikë, se 30 vjetë që jam, por ideja është që për të qenit grua në politikë në partit ekzistuese të vjetra, është normalisht me vështirë dhe të duhet të shkelës disa standarde. Në partit e reja janë mentalitete shumë të hapura, shumë tolerante dhe mund të kesh fushën tënde të veprimtarisë me... Edhe ju parti kryetar jeni, se ti po fletë si kur do dhënë ju jeni edhe zonjusha këtej, do dhënë që shkëshyrë që u kryuat ju dhe shpëton Shqipëria. Ju jeni parti one man, nuk ka tjetër. Two men. Kush? Ne nuk kemi vetëm një one man, kemi two men, e para punës, e dyta punës... Keni Endri Shabani. Edhe Pano Sokon, e kemi. Po, më falë. Mos ja heqi meritat. Mos ja heqi meritat. Po pasaj nuk keni më? Do të vinë. Si do vinë? Mos unë zitoni, do të vinë. Po jo, zgjedhjet janë 10 ju, nëse... Pra nuk janë nisën politike elektorale që po investoni vetëm për këto zgjedhje. Pra po shikoni afatgjat, ky është një investim fillestar drejt të zgjedhjeve të tjera parlamentare. Patjetër. Po kjo mbase mund ta uli pak tempin dhe ambicien tuaj për të kërkuar vota, se dikush që ju dëgjon thotë, ta nuk e pas kanë shumë seriozisht të vinë në parlament në këtë zgjedhje. Shumë seriozisht e kemi, por ama ne nuk mund të vemi tek qytetarët duke kërkuar vota në emër të logos së partisë dhe në emër të një individi. I kërkoni pra në emër të kujt vota? Në emër ton personal, në bazë të asaj që ne kemi si influencë. Njohjeve tuaja personale, profileve tuaja personale? Edhe duke u munduar të krijojmë një profil tashmë. Është e vërtet që ne nuk kemi profile të vërtet të njohura, përveç 2-3 figurave, por ama kjo nuk do të thotë se saktësimi që ka. Ja, thotë dhe Brunhildën. Janë koalicione, kanë adrativën, janë koalicione. Me koalicione ka 3. Po, partia 2 ka, s'keni më shumë. Ka që ka një fare. Kështu që kënaqu me 2. Kush janë ta që kanë vetëm një fare? Adriatiku për shumë. Po pra, Adriatiku. Ka dhe të tjerë plot. Jo, problemi është të këpusni shpirtin me këtë në 11 maj, ky është problemi pa, nuk është një problem, ju vete dini atë. Statistikisht... Furgoni për sukë dhe një unisën. Statistikisht, nuk kemi të vendosur dhe aq keq. Kështu që... Në jeni keq, po jo aq keq. Jo, me gjitha të Brunhilda është modeste dhe e sinqert në atë që thotë. Jo, po duhet jemi real. Duhet jemi real, se në rast se ne presim që të kemi një influencë të madhe në një gjë që po e takojmë për herë të para apo të dytë, politika është, si që thash, të paktën deri tani është parë si unë e kam parë si pumburrash dhe është normalisht pak më e vështirë për të hyrë. Partitë e reja janë goxha tolerante dhe mjekpritëse për kanë një tjetër frymë demokratike.